Mirëmëngjes Shqipëri. Një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. E fillojmë javën me ndikime pozitive, ku hëna nga Akrepi formon një trekëndësh me gaforen në ndikim shumë të madh me Jupiterin. Do të thot mundësi, do të thot rëndësi. Koha e përshtatshme paraditja, që do të thot me kontakte, çështje pune, problematika, udhëtime, aplikime, ku janë shumë të rëndësishme në lidhje me aplikimet, ku shumë gjëra do të ndryshojnë, kanë filluar ndryshimin e madh dhe akoma jemi drejt të rregullimit dhe stabilizimit konkret. Çështjet edhe mundësitë që kanë bënë lidhje me çështjet e ligjit ku përfitojnë shumë. Ajo që do të ndikojë jashtëmase për sa përket pikërisht kësaj dite të hënë janë Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori. Do të kenë një ditë relativisht mjaft të ndikuar pozitivisht dhe kjo do të thotë mundësi, prandaj shfrytëzoni orët e mëngjesit deri në orën 12, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër fantastike. Ajo që do të duket në lidhje me çështjet më të mëdha që ndodhin nga dita e sotme, është ajo e dokumentacioneve. Por le të hedhim një sy mbi shenjat e tjera, çfarë na thot busulla astrologjike dhe ku na ndikon në pozitivisht dhe ku duhet bëjmë kujdes. Ja ku kemi këtu, kemi ndikimin pra ajo që e thanë fillim, kemi hënën, urdhëroni ku është hëna, hëna ndodhet në shenjën e Akrepit, ku mundësitë dhe rëndësitë veçantë. Tek Ujori po të shikojmë, kemi shumë planete, siç është Marsi, që është ndikimi pozitiviteti që ka të bëjnë, kemi Afroditën, kemi Mërkuri në anën tjetër tek Peshqit, por e gjithë historia dhe mundësia që jepet në këtë periudhë është një moment mjaft e mirë pikërisht kjo javë. Nga kjo javë që fillojnë gjërat të realizohen, të stabilizohen, por pse kemi dhe Luanin vallë në përfitime shumë të mëdha, sepse kemi përballë me Ujorin. Po ta shikojmë, kemi dhe ndikime dhe mundësi shumë të mira. Në rastin tjetër kemi një ndikim shumë të madh, sepse kemi Jupiterin në shenjën e Gaforës, ku na mundson shumë gjëra për të realizuar dhe për të arritur qëllimit. Gjithashtu kemi dhe shenjat e ajrit, që japin një mundësi plus në lidhje me çështjet që kanë bëjnë me punët aktuale dhe firmosje dokumentacioni. Ja ku e kemi këtu, kemi një mundësi shumë të mirë në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të rëndësishme që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, kanë bëjnë dhe disa ndryshime shumë të mëdha që vijnë nga ana juaj. Prandaj bini pas ditës së sotme, mos e lini pas dore as një sekond. Një telefonat mund të bëni, i diçka mund të realizoni, ose të takoni njerëz të rëndësishëm për atë që keni për të realizuar, për të bërë, mos e lini pas dore. Pra, e kemi thënë dhe themi me të madhe, planetet na diktojnë, por nuk ndërhyjnë. Pra, kjo është ajo që do them nga hera, kur kemi këto raste, atëherë mund të telefonojmë, mund të kemi diçka të rëndësishme, mund të bëjmë diçka që nuk e kemi bërë më përpara, ose të lëmë takime për një ditë tjetër ose për javën tjetër, apo ku diun. Ky harkohor është mjaft i rëndësishëm për të ardhmen e afërt. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 12 shenja zodiakale, që fillojmë me shenjën e parë, shenja e Dashit. Çfarë ndodh me shenjën e Dashit, ku ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë kanë një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet e punës. Megjithatë, është një mundësi sepse koha, momenti, periudha kur ndodhin fenomenet, është diçka që lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin e tanishëm. Një problem që keni pasur para disa kohëve, miqtë të dashur, duket se tani e zgjidhni. E zgjidhni për një mijë arsye, duke pasur parasysh takime që bëhen sot paradite, deri në orën 12, është ndikimi më i mirë dhe më i mundshëm. Edhe pse keni pasur probleme të tipit në punën tuaj, në disa debate që keni bërë javën e kaluar, por vjen një moment tani që çdo gjë sheshohet dhe çdo gjë rregullohet, kuptohet arsye pse ka ndodhur dhe këtu përfundon gjithçka dhe juve nisni një rrugtim të ri drejt punës suaj dhe drejt së njohurës, jo të panjohurës, sepse e ardhmja është sot. Kjo dita e sotme dhe ndikimi më i madh. Se ditën e ardhmja është surpriza. Kështu që nuk do të themi për ditën e sot që është gëzimi, është ajo që ne presim dhe preferojmë të realizojmë gjërat tona në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Dash Virgjëresh, Dash Peshk, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive në atë që kërkoni dhe doni të realizoni. Gjithashtu, është një bashkim familjar, po ju e keni në jashtë Shqipërisë në Europë, sidomos Franca, sepse shenjat e zjarrit më tepër ndikohen në këto shtete, ka të bëjnë shumë me shenjën e shijetarit të dhjetëdiqit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit? Një shenjë toke ku rezulton, rregullon. Por juve që keni provime për shembull në fusha të ndryshme
në shkencën, do të thosha unë, në mjekësi sidomos, ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë të rëndësishme. Shenjat e tokës zakonisht kanë mundësinë e artë për zgjidhur problemin e tyre. Është një mundësi shumë e mirë për juve që keni merreni me tregti, keni një biznes. Është momenti i duhur për të bërë takimet e rëndësishme të rëndësisë së veçantë. Është koha juaj, është momenti juaj. Bini pas, sepse do më kujtoni, ka diçka shumë të rëndësishme mbi gjëra që doni të bëni, mbi çështjet që juve keni dhe mundësitë të arta që juve doni të realizoni. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim që pikërisht kjo shenjë do përparoj dhe do të shikoni, sepse gjithmonë demët lexojnë pra marrin përvojën ose atë që kuptojnë. Nuk mund të futen direkt në temë, por janë shumë të kujdesshëm dhe kjo i bën ata më të fuqishëm dhe i bën më të thjeshtë në bisedime. Lidhjet që kanë të bëjnë të shenjës së demit në lidhje me ujorët e 10 parë dhe peshorët e 10 tretë është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër surprizuese, sepse ka diçka që juve do ta shikoni dhe vetë nga dreka, nga një takim, nga një bisedim që do të bëni në fushën e punës, do keni kujdes sepse mund t'ju ofrohet dhe një punë tjetër, e burim të ardhurash të dyta, por vallë është koha juaj tani për tani, shikojeni këtë, unë do thosha, do prisni edhe pak, por mos e thoni jo, po e thoni do ta shikoj në kohën e duhur, në momentin e duhur. Një lidhje afatgjat që duket se ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive, nuk e diskutojmë këtë, ka të bëjnë shumë me anën pozitivitetit e shumë të rëndësishme, me akrep të 10 parë, ka të bëjnë dhe me peshk të 10 dytë, ku është koha, është momenti më i mirë i mundshëm, prandaj bini pas, mos palini pas dore, se gjërat janë në favorin tuaj dhe kjo bën që juve të jeni mjaft korrekt me veten tuaj, mjaft korrekt me të tretët dhe kjo ju ndihmon shumë të ecni përpara. Disa çështje bankare marrin fund, mbyllet një çështje shumë e stërgjatur dhe duke filluar nga kjo ditë e sotme e në vazhdim do keni shumë surpriza. Do shkojmë tek shenja e radhës, do thotë binjakët. Binjakët e dashur, nga të gjitha gjërat që juve keni në favorin tuaj, ajo që unë ju them, do keni kujdes, vëmendjen vetëm në çështjet që kanë bëjnë me kreditime. Larg këtyre gjërave se nuk është në favorin tuaj. Pothuajse ky 6 mujor nuk kanë ndikime shumë të mëdha, por edhe nëse juve ju ofrohet ose e keni mundësinë për të marrë një çështje kredie, anashkalojeni, nëse keni të domosdoshme me patjetër, atëherë shikojeni nga 1/3 jo, pra 20-30% nëse mundeni të merrni diçka, se nuk është në të mirë, është diçka që kërkohet në kohë, kërkohet në vazhdimsi. Mbas 6 muajve, atëherë është tjetër gjë, është tjetër botë them unë, dhe nisma të reja që do të ndikojnë, do të themi dhe deri atëherë, por të kalojmë këtë kohë që kemi tani për tani. Kurse në anën tjetër, në lidhje me punën tuaj, do vi një moment që juve do t'ja dilni me punën tuaj, sepse jeni në pritje ose keni marrë një lajm shumë të mirë ose jeni në pritje të marrë një lajmi, një burim të ardhurash të dyta, në fushën dhe në biznesin tuaj, në atë profilin që juve keni, është një moment mjaft i mirë dhe këtë mund ta zgjidhni. Të 30 diçit kanë shumë shanse në këtë aspekt, sidomos 10 ditë dytë është shumë pozitiv në këtë aspekt. Për juve që merrni me mediat, për juve që merrni me punë të rëndësishme në vende kyçe, për juve që keni të bëni me gjëra të rëndësishme të kësaj natyre, është momenti juaj për të ecur përpara. Në çështjet e dashurisë, edhe pse keni pasur disa çështje problematike ose debate në fundit keni pasur me disa persona që me të drejtën tuaj juve kërkoni të drejtën, por të tjerët e mohojnë. Kjo zgjidhet pikërisht në ditën e sotme, sidomos në këtë hark kohor ku jemi tani dhe nga ora ka filluar në 6 ndikimi pozitiv, por neve themi, sepse tani ora shënon 7:45 minuta, ku do të thotë që edhe pak dhe keni mundësinë të bisedoni me njerëz shumë të rëndësishme nga tani deri në orën 12, ku do ta zgjidhni problemin që keni pasur ose diçka tjetër, është momenti juaj. Fushën e dashurisë duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse duke pasur parasysh binjak, britsjap, binjak, virgjëresh, është një moment shumë i mirë dhe mjaft pozitiv në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të mëdha që do të merrni në këtë hark kohor. Duke pasur parasysh një çështje mjaft të rëndësishme në kohën e dur, momentin e dur, duket se tani është një moment shumë i mirë dhe pozitiv, sidomos me dashët e 10 parë, me peshorët e 10 tretë, e keni mundësinë, pse jo, mund t'i bini pas dhe mund të zgjidhni çdo lloj problemi që juve keni pasur më përpara apo kanë dalë gjatë rrugës. Do shkojmë tek shenja e radhës, tek shenja e gaforeve. Një shenjë uji, një shenjë që akoma ndikimi më i madh që ka të bëjë Jupiteri në shenjën tuaj. Bini pas, stabilizojeni,
rregullojeni gjërat, se është një moment shumë i mirë, është një moment mjaft pozitiv. Nga dita e sotme, që do të shikoni që gjërat të ndryshojnë paradite, mos e lini paraditen pas dore, dhe ndikimet që kanë të bëjnë mundësi që jepen në fushën e punës suaj, në fushën e karrierës, në bisedime me punën tuaj në biznesin privat ose në biznes shtetëror që keni, apo me persona të rëndësishëm që juve keni bisedime apo debatoni për gjërat e juaja, është një mundësi shumë e mirë tani, duke pasur parasysh edhe momentet dhe periudha ku ndodhin fenomenet, sepse është një moment shumë pozitiv. Kjo javë ka dhe mundësinë, është kripa dhe piperi. Këtë javë mund bëni gjithçka që vetë dëshironi, por duke filluar nga sot paradite, për gjërat që doni të bëni. Pastaj dita ditës, ora orës, java javës do shikoni që do të ndryshojnë, sepse juve jeni pak a shumë gaforet janë të ndikuar jashtë masë në ana psikologjike, nga ana e punës, të debateve të mëdha, punën dhe të iskajshme, lodhje që nuk po e dilni do të shklodheni, e shumë gjëra të tjera, por këto gjëra do të mbyllen, sepse është një mundësi. Ajo që ju vret më tepër në thonjza, do të thotë që e drejta juaj nuk po del akoma, sepse keni bërë shumë dhe s'keni fituar atë që juve keni realizuar, atë që juve keni pasur në punën tuaj, por dhe disa para të pamara. Gjitha këto, do thoni ju, këto do bëhen sot më jorgo, jo gjatë javës dhe vazhdimësia, por duhet në anën më pozitive që jeni, edhe pse jo, mund të bisedoni, mund të shikoni, çfarë do të bëni, një telefonat nuk do ishte keq, ta realizoni, ose një udhëtim, një aplikim për juve që ndodheni në Amerikë, në Kanada, në Angli, e keni mundësin, sepse shenjat e ujit e ka një mundësi më tepër që ndodhen në këto vende, por ka dhe mundësi të mira, shumë të mira, të e presin diçka të tillë për ta realizuar, dhe është koha më e mirë e mundshme për stabilizimin dhe vendimet që do të marrin në këtë aspekt. Ajo që do të kemi, do të shikoni që çdo gjë që shkon në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, sepse stabilizimet, konkretizimi i një lidhjeje në anën e dashurisë është një mundësi shumë e mirë. Keni pasur disa debate me dashurinë tuaj të hershme, që keni më shumë se 3 vite lidhje, dhe jeni shkëputur sepse duke dëgjuar disa fjalë gabimisht rastësisht ose disa falsitete, sepse jemi në kohën e falsitetit, e falsifikimeve të mëdha, e fjalëve të pa baza, e gjërave është në të mirën tuaj që këtu të futen këtej të dalin, mos i mbani në brendësinë tuaj, mos u shqetësoni për gjëra që nuk ju përket juve, për gjëra që po, mua e kam dëgjuar si bisedë, por nuk është kjo e vërtet, por mirë është që mos debatoni me njerëz të rëndësishëm që jeni në punë, sepse se ta thash unë, ta tha tjetri që këtu, unë dëgjova dhe ju të vini direkt tek punëdhënësi ose tek personi i rëndësishëm dhe mund të debatoni për gjëra që nuk janë. Dhe këtu prishen shumë gjëra shumë ekuilibra, si në punë, si në gjërat e tjera, sepse kjo do të thotë jo mungesë informacioni, por diçka tjetër. Kështu që keni kujdes, mos u nxitoni, merreni me avash, sepse do dini të fituar në fund. Kjo do thot mundësi dhe çështje të rëndësishme që do të keni për juve të shenjës së gafores. Lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë në çështjet që kanë të bëjnë me punën tuaj, kanë të bëjnë me dashurinë dhe ndarjet që keni pasur, mundoni të bisedoni sot. Mundoni ta realizoni sot, sepse është koha më e mirë e mundshme, sepse është diçka mjaft e rëndësishme për ata që kanë thënë, ata që flasin në ajër sepse duhet bërë muhabet për të kaluar kohën, pra ata do ngelen aty. Juve nuk keni kohë për të bërë muhabet, ju nuk keni kohë për biseda që të uleni në kafe të rinit 5 orë, por juve nuk ju del 1 minutë që të pushoni. Prandaj, mos i merrni të mirëqenia këto gjëra, pa shikoni njeriun tuaj përballë dhe bisedojeni, sepse është jeta juaj, është e ardhmja juaj, është mundësia juaj, familja juaj për gjëra të tilla. Ajo që lidhet shumë ka të bëjnë me bricapët e ditës së parë, me dashjet e ditës së tretë dhe peshore të ditës së dytë. Ka ndikime dhe favorizime shumë të mëdha. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e luanëve. Luanë të dashur, duket se edhe juve përfitoni në klubin e pozitivitetit, të mundësive të arta që keni në fushën e karrierës ose në fushën e biznesit tuaj. Është një mundësi shumë e mirë, por juve që jeni në Itali ose jeni në Zvicër ose jeni në kërkim të një pune të re, keni marrë një gjysmë fjalë, po, keni marrë një pozitivitet, por jeni në tentativët të dokumentacioneve. Dita e sotme shquhet shumë për bisedime dhe për aplikime në raste të tilla, është një mundësi shumë e mirë, shfrytëzojeni, sepse e sotme nuk vjen nesër, dhe jo vetëm e sotme, dhe jo paraditja, por mbasditja është ndryshëm nga paraditja. Prandaj neve theksojmë nga kjo kohë deri në këtë kohë, pra nga mëngjesi në agim deri në orën 12 me 12:10, ku është një harë kohor që planetet diktojnë, do të thotë që ti duhet të lëvizësh tani. Është njësoj siç themi,
krijuesi ta bie riskun tek dera, por duhet të ngrihesh vetë ta marrësh. Nëse ti nuk e merr dhe e lë përmbas dite, ka ikur ajo që e ka prur, se dikush tjetër e ka të nevojshme, e ka të domosdoshme dhe juve ngeleni pa të. Prandaj shikojeni, rishikojeni, sepse ka të bëjnë diçka shumë të rëndësishme ditë e sotme, po ta kuptoni, nuk do flinit gjumë, po gjithsesi e dini dhe vetë, do më kujtoni, po pak më vonë. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën pozitive të çështjeve të rëndësishme në fushën e biznesit, sepse ka lidhje shumë me biznesin, është momenti dhe koha e duhur për të stabilizuar biznesin tuaj, ose për të bërë një shitblerje se keni në mend të realizuar, ose për lëvizje nga një shtet tjetër, nga qytet tjetër, është momenti dhe koha pse jo mund ta realizoni siç dëshironi. Në lidhje me dashurinë, duket se lidhjet afatgjate dhe diçit parë që ka të bëjnë, Luan Dash, Luan Binjak ka diçka shumë të rëndësishme. Diçi 2 dhe 3 lidhet shumë me akrepin, bini pas dhe shikojeni çfarë do të bëni. Por nuk është juve të domosdoshme, por është nëse domosdoshme që juve sot mund të jepni një fjalë zemre të dashurës tuaj, sepse ka të bëjnë më tepër akoma se ditët e dashuruarve, të datës 14. Prandaj shikojeni ditën e sotme, vërtet është data 9, por ka gjëra shumë të rëndësishme që juve nuk do ta besonit, ka diçka shumë të rëndësishme. Dhe shikoni arsyen, dhe shumë gjëra do të keni gëzim me pak fjalë, dhe është momenti juaj. Vazhdimësia duket e artë për juve të kësaj shenje. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e Virgjëreshës. Virgjëresha duket se nga pamja e parë duken pak shumë të ndikuar në punën e tyre, në lodhjen e tejskajshme, por do t'ja arrini qëllimit. Ajo që juve keni prej shumë kohësh, e prisin me padurim, dhe ja ku erdhi koha, momenti që juve të dilni të fituar, të dilni dhe të arrini majat në fushën e karrierës suaj. Edhe pse një ofertë shumë e rëndësishme mund t'ju bëhet pikërisht tani, bini pas sepse ka të bëjnë shumë me punën tuaj dhe me biznesin tuaj. Është diçka shumë e rëndësishme dhe në një disa para të pamarra ose diçka të kësaj natyre, duket se ditë e sotme ofron diçka të tillë. Bini pas sepse kjo ditë hen do shikoni shumë gjëra do të realizohen dhe do të ndikojnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Bricjap dhe me Binjak duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Peshores. Meqense Peshorët të duket se nga njëra anë mundohen shumë për të arritur në finish. Gjithmonë nuk i kanë gjetur kur të gatshme, por kanë derë djerës, mund, lodhje, dhe të tjerët flasin për Peshorët. Ata që flasin mirë bëjnë, sepse diçka është e rëndësishme. Nëse vazhdoni në këtë drejtim, një gjem në këmbë nuk ju futet. Sepse është shtruar tapeti, dash jeshil, dash i kuq, si ta merrni, të tjerët e kanë me gjëmba. Dhe prandaj flasin dhe duan që si të mos arrihet ajo që duhet. Por ju e keni arritur pa u kuptuar. Kjo do të thotë pa u ekspozuar, prandaj e them të madhe, mos u ekspozoni sepse nuk është në mirën tuaj. Pra këtë e keni bërë dhe kjo është ajo që juve ju arrit atje ku dëshironi. Momenti dhe mundësia janë gjërat më të rëndësishme që kanë bëjnë dhe koha e duhur që do të jetë mjaft e fuqishme në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gafore duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë Akrepi. Akrepi duket se ka një gjë shumë të madhe në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të rëndësishme të ditëve të parë, që duket se kanë një ndikim shumë të madh. Por ajo që do lidhet shumë me ekonominë, do të thotë ndikime shumë të mëdha në punën tuaj. Në lidhje me dashurinë, duket se me dëm të 10 ditëve të parë ka diçka shumë të rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se puna, karriera, dashuria, vendime që merrni është në anën tuaj. Paraditja është ideale. Dashuria duket se me Virgjëresh dhe me Peshk ka diçka shumë të rëndësishme, madje është drejt martesës. Bricjapi. Për Bricjapët duket se koha që ka treguar dhe tregon në anën ekonomike financiare është një mundësi shumë e mirë në lidhje me takime, në lidhje me disa bisedime që do bëni nga dreka. Shikojeni pak të, sepse ja vlen për ju që jeni në diasporë gjithashtu për dokumentacione, aplikime, është momenti juaj më i mirë i mundshëm. Prandaj bini pas sepse koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe keni mundësi. Në çështjet e dashurisë duket se me dëm të 10 ditëve parë, me Peshorët e 10 ditëve është perfektja dhe mundësi të arta që do të keni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë ujori. Për sa përket ujorëve duket se kjo periudhë është periudha juaj, është momenti juaj. Mund keni një takim sot juve të kësaj shenje, edhe pse mund të ketë shtyrje ose do të bëni disa bisedime që keni lënë pas dore për çështjet e punës suaj, por mos u shqetësoni sepse është koha shumë e mirë. E sotme mjafton një telefonat për të zgjidhur problemin që mund keni pasur në ditët e fundit, por gjithsesi koha ka treguar që vjen me shumë fat në këtë drejtim dhe nuk ka vend për
të shqetësuar në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me binjakët e dhjetëdijshit parë, me virgjëresht e dhjetëdijshit të tretë është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Peshqë dashur, duket se pikërisht dita e sotme mbart shumë gjëra për juve. Shenjat e ujit e thamë në fillim të emisionit, ku keni mundësi, keni rëndësinë që jepni gjërave. Koha dhe periudha më ideale që ndonjëherë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, disa takime që do bëni sot para dite 10 me 12, është një ndikim mjaft i mirë dhe shumë pozitiv, sepse realizoni një çështje të lënë pezull dikur dhe është momenti tani. Të 30 ditë që kanë shumë mundësira, po 10 ditë që e dytë që ndodhet jashtë në Gjermani për shembull, ose në Austri, supozojmë këtë që do të thënë se ka afër Gjermanisë, ka një ndikim shumë mirë dokumentacioni dhe mundësi të arta që do të kenë në vazhdimsi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britësjap të 10 ditësh parë, me gaforet e 10 ditësh tretë që është perfektja, po pse jo me virgjëresh shkojnë në martesë. Këto ishte pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite të hënë. Unë ju uroj një ditë të mbarë, javë të mbarë në çdo aspekt të jetës suaj. Rishikojmë nesër me parashikimet në vazhdim. Unë ju uroj pulla. Gjithë mirat.